pavarësinë. Po, edhe siç e kemi lançuar në programin e festave, Vlora në datën 30 lançonte traditën tashmë të vetën, Vrapo për pavarësinë. Dhe pasha e maratonës është 21:10.5 kilometra, ku në thirrjen e hapur të bashkisë për të bërë pjesë çdo qytetar në këtë garim, neve kemi një numër të lartë pjesëmarrësit, janë regjistruar tashmë rreth 400 veta që garojnë në këto lloj pashash. Sot filloi dita me shi, por shpresoj që shiu të mos i pengoj garusut, ashtu dhe qytetin, i cili ka marrë masat e nevojshme për të vazhduar jetën dhe mos ketë probleme trafiku, pra në kushtet e sigurisë së lartë dhe federatës edhe të bashkisë, me gjithë aktorët e policisë vendore, dhe shpresojmë që aktiviteti në orën 11 të na sjellë fituesit e një dite suksesshme sot. Vlora Half Marathon, vrapojmë për pavarësinë. Maratona e Vlorës vjen në këtë edicion të 5 të saj, ndërsa pjesëmarrës në garë rreth 400 vrapues nga vendi, por dhe bota. Gara përmban 3 gara në 5 km, 10 km, 21 km. Maratona tashmë e kthyer në traditë në qytetin e Vlorës, ndërsa vjen në fund të nëntorit edhe në agjendën e aktiviteteve për festat e nëntorit nga Bashkia e Vlorës. Zhvillimi i këtij aktiviteti është përshëndetur dhe nga kryetaria e Bashkisë së Vlorë, Brunilda Mersini, dhe presidenti i Koksh Fidel Ylli, për të cilët duhet vlerësuar mbi të gjitha pjesëmarrja dhe fakti që Vlora është tashmë pjesë e rëndësishme e aktiviteteve të tilla. Në radhë parë duhet falenderoj Bashkinë e Vlorës, kryetaren e bashkisë për këtë suport që i ka dhënë kësaj maratone, Federatën e Atletikës, të gjithë shoqatat, trajnerët, sportistët, po veçanërisht policinë e Vlorës, se pa policinë e Vlorës, pa organizimin, nuk do ishte bërë kjo maraton në këtë ditë shiu. Ne si Komitet Olimpik e kemi prioritet atletikën dhe shpresoj që vitin tjetër, edhe me premtimin e kryeministit, atletika duhet të futet në shkolla, siç është futur voleybolli dhe basketbolli, që të kemi sa më shumë Luiza, sa më shumë Izmir, sa më shumë Franco, sa më shumë vajza dhe djem të ri që të kenë mundësi të promovojnë Shqipërinë ashtu siç Luiza dhe Izmiri kanë dalë kampionë Europe. Një falenderim i veçantë për të gjithë ata trajnerë nga do që kanë ardhur nga gjithë trevat, jo vetëm Shqipërisë, po edhe nga Bullgaria dhe nga vende tjera, dhe ju uroj suksese në maratona të tjera. Vlora shijohet edhe në ditë me diell, Vlora shijohet edhe në ditë me shi, sepse është qyteti që përballon sfidat, edhe s'ka se si të ishte ndryshe. Edhe sot me sfidash ne kemi fitimtarët e garave. Një falenderim për policinë e shtetit, një falenderim për policinë bashkiake, edhe për gjithë pjesëmarrësit, edhe një falenderim nga zemra Fidel Yllit. Njeriut model, që kudo modelin e vete ka replikuar, edhe shpresoj fort që në qytetin e Vlorës t'jesh blonjati i ri i olimpiadave. Gara përmban 3 etapa në 5 km, 10 km dhe 21 km, ndërsa do të prek të gjitha akset rrugore të qytetit të Vlorës. Fituesi i garës më të vështirë për 21 km është paur ukrainasi Bogdan Simonovic, i cili është shprehur i kënaqur për fitore, ndërsa nuk munguan dhe garues të tjerë të shprehin kënaqësinë për pjesëmarrjen. Good organization, super race, konkurencia small, very happy. You are from? Ukraine. Ukraine. Your name? Bogdan Semenovic. Nga Lugina Preshevës, nga Presheva. Si herë parë maraton? Hera parë në Vlorë, marrë pjesë rregullisht në maratona ndryshme. Ku në Ballkanin, në Evropë, gjithmonë. Moshe 52 vjeçar. Mirë, ka qenë super. Tereni mirë, rrugë ka qenë mirë, gjithë ka qenë mirë. Ndoshta shiu bëri dhe rolin e tij sepse na kaloi përmes një sakrifice. Është një emocion dhe një memorie shumë e bukur. Shumë e vështirë për shkak të motit, po shumë e bukur dhe impresionuese. Ishte garë shumë e bukur, në fakt shiu në fillim 5 km para ishim në efekt në shiu, po në ndihmoi, vraponi më shpejt se që prisnim. Pastaj gjithkohës ishte një garë një trajqme. Shiu nuk ndihmoi shumë për atmosferë gjatë rrugëve, po ishte itinerar fantastik. Garë e vështirë? Jo, ishte itinerar shumë i mirë për të bërë kohë të mira, duke qenë që unë merrem me maratona, ishte një garë shumë e mirë për të ndihmuar për garat e ardhshme. Vlora Half Marathon është mbyllur kështu në Vlorë në një ditë festive dhe me pjesëmarrje të rreth 400 sportistëve nga Shqipëria, Kosova, nga Shqipëria.